Unë punoj për një kompani të Austrisë që ka një branch në Kosovë, edhe ajo funksionon me projekte. Për momentin jam të punu një projekt në Austri me linjën e trenave, infradoaz. Linjën e trenave? Për momentin, po, për momentin jemi të ja digitalizu punën e shoferave të trenave në Austri. Dhe me thonë, rutina për Kosovës, po i qëtë më vi sanet në Austri. Po, e vërtet. Më vijen, mas akses. Po me trena, kur direkt një ndrejt sistemi. Është punë. Sa është komplikim? Është komplikim se puna në përgjithësinë me software development është problem solving, edhe asnjë ditë nuk e ki të njëjtë. Po projekti dalin probleme të reja. Me ki fjalën. Faktikisht problemet janë të krijuar për të më gjetë zgjidhjen. Okej. Ose edhe i krijon edhe vet kanjëherë, ama në përgjithësi ka shumë përgjithësi projekti që punoj, edhe ka të bëj edhe me jetën e njerëzve, kështu që e kam edhe një barë ma ekstra, po në përgjithësi është shumë atraktive, nuk e ki asnjë ditë të njëjtë që për mosh. E ki fjalë për sfidat, non stop dalin sfidë tjetër. Po puna në përgjithësi është shumë atraktive, se kurse është njëjtë, atë nuk e din kur nesër çka të pret. E përmendë që kur bëhet marrëveshja realisht në shkruhet një farë lloj kontrate përgjithësisë. Po në këtë rast për mua po, për shkak se projekti ka rëndësi ka të bëjë me jetën e njerëzve, edhe për këtë arsye u dashur edhe me pas në mendje që mundet çdo gabim i tim mundet më shkakton në fatalitet. Edhe kjo të arrit përgjithësinë besoj. Ekstra. Sa kohë të merr me punën, çush punon për shkakun projekt? Në baza javore? Me orar punës. Po. Çfarë orari punoni? 9-5 ose çdo e ke orarin fleksibel, kanjëherë mundesh të punu 10 orë, kanjëherë 5. Sa ka me zgjatë kjo deri sa nis aplikimi? A ka nis aplikimi alo? Që tash është po në production, po ka të konë release-a të reja, edhe janë të e përdorë aktualisht kompanitë të trenave. Qysh ka rezultu dhe i tash? Mirë? Për momentin po, nice. Janë të knaqën? Janë shumë të knaqën. Tash vazhdimisht vinë përgjithësi të reja, ata kërkojnë features të reja, ti du të me implement.